A ka akoma njerëz që e pëlqejnë këtë gjellën? E kam fjalën për gjellën me bamje. Më habit fakti se si moshatarët e mi sot nuk konsumojnë fare gjellë. I shoh ndonjëherë shokët dhe shoqet e mia që hajnë vetëm gjëra të thata, si thot nana ime. Nuk e di për ju, po unë për vete e kam shumë qef këtë gjellën me bamje dhe sot do ju tregoj se si e përgatis unë bashkë me gjyshen time. Por përpara se të filloj me recetën, doja t'ju rikujtoja që shumë prej jush që i ndiqni këto videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Në një tigan kam hedhur 2 qep, 3 thelbi hudhra, 500 gram mish viçi, kri, piper dhe spec të kuq pluhur. Ndërkohë që unë po merresha me mishin, gjysha ime po lante perimet. Do t'i shtojmë dhe një gotë ujë dhe do ta lëmë që mishi të zejë për 30 minuta. Ndërkohë këtu unë po përgatis specat, kam përdorur 1 specë jeshil dhe 2 speca të kuq. Pasi mishit këtë zjerë, do të shtojmë dhe specat në tigan dhe i përzjejmë mirë. Kemi shtuar dhe 2 domate të cilat ja kemi hequr lëkurën dhe i kemi prerë në forma kubike. Ndërkohë që po përgatisja këtë recetë, më lind pyetja cila është gjella juaj e preferuar. Ma shkruani në komente sepse do t'i lexoj të gjitha komentet. Do t'i përzjejmë të gjitha mirë, do të shtojmë dhe një gotë ujë tjetër dhe do t'i lëmë që të zejmë për 10 minuta. Pasi të kenë marrë val, do t'i vendosim në furrë në 230 gradë për 30 minuta dhe e kemi gjellën gati. Nuk kam fjalë, kjo është receta më e mirë. Faleminderit shumë, shihemi videon tjetër. Ciao.